Që 31 vjetë. Hoqa shumë. Po, Si kanë faleminderit. qenë qëto 30 dite për ty me një vend të huj, që shje? Që kanë qena? Po, ka qenë shtira. Ditë ma të zeza i kumë përjetu. Ta shumë këtë i vend temin, edhe tu përjetoj edhe ma keq. Se sartë bëhet puna votimeve zgjedhjet, i detyron për të që hajde nga masme, hajde premtimit, e tu nuk janë kërkun hiq. E kjo është mashtrimi ma i madh që i bëhet popullit tonë. Adresi shumë e madhe. A kime dalë vota? Ha? Vallaj kurra se kam njetë bile. Dhe kur sytë më s'ja pofshë. Asë njëri politikanë s'ka Hiq, as një hiq, pe që tyne kërku një hiq. Bangladeshi ka punë ma mirë se na mëre vlazën. Mirë, faleminderit. Unë po vi pe shpije. Pi shpijes, e të një ashtë a këtu. Jetoj jashtë në Gjermani jetoj. Pa, që ke dalë me sabah punën tonë me kry. A del më njës ti në punat? Po dalë me njës. Qa punon një atje më falë? Atje punoj 2 reprezore në gjesëm, Po, dritare. Cilin venje jashtë? Në Kassel, në Gjermani. Sa vite? Që 31 vjetë. Hoqa shumë. Po, Si kanë faleminderit. qenë qëto 30 dite për ty me një vend të huj, që shje? Që kanë qena? Po, ka qenë shtira. Ditë ma të zeza i kumë përjetu. Ta shumë këtë i vend temin, edhe tu përjetoj edhe ma keq. Shtrajtësi e madhe, jetë e shtrajt, po jetë ako ka shtu me njerëz. Se u ktheve vend tonë? Ha? Se u ktheve? Po jam mërzit, balë ma gurbeti në hangër, thonë jetën s'jetot atje. Ma në fund dul një burë që ta jena këthi, se shumë i ca thënë këthejhëm, e nuk këthejhëm. Jo, vëllo, ashtë këthejen, unë jam këthy këtu, me provu fatin, a do të vazhdoj, se dhja vetë. Po të kon ka jetë e shtirë. Me kon shku në Dubai, në ashtë i ma mirë kisha kalu, se këtu ku jo mordë. Pyt, a i kira për shmonë, sot, që e ki marrë vendimin me arë në Kosovë? Jo, për shmonë si ku më ra, po janë do seni që nuk janë të shku në regull, të më thonë, populata të je këtu vajtu. Se mirë në ka pak me lajme, edhe atje ka qeni ku pak krize politikës, ta shpesho këtu vendin tamë se çfarë budalakia janë të i bo, tu se pas ka interesin kërkush për popull, vetëm interesin e vetë, e popullin mi i mirë që shtu po jekun. Qa po të pengon të vendin? Ha? Që ka po të pengon në vendin? Ka shumë se në valloj, do të me mojt debat me presidentin, e me të këllëzu që pengon këtu. Një diçka që kjo është shumë për ty absurde e madhe. Kjo është absolut e madhe se është pa drejtësi që i bëhet i popullit, se sartë bëhet puna votimeve zgjedhjet, i detyron për të që hajde nga masme, hajde premtimit, e tu nuk janë kërkun hiq. E kjo është mashtrimi ma i madh që i bëhet popullit tonë. Mendoj në ashtë edhe vene tjere ka, vështuar diçka pa drejtësi shumë e madhe. A kime dalë vota? Ha? A kime dalë Vallaj kurra se kam njetë bile. Dhe kur sytë më s'ja pofshë. Asë njëri politikanë s'ka Hiq, as një hiq, pe që tyne kërku një hiq. Edhe i kumë premtu do se më kanë thonë kështu hiq, veç fjore, kumë thonë se kam njetë më mirë ma të senima. Që e 30 vjetë mirë na me qita. Jo në asë aspektin s'kam kërku që po, e kumë pa rezultate kërku në së hiq. E kjo është ma keqe po thoma pet, do shta dala pet më votu, që do me loma që se me... Ha, më jenë keq për populli, po jeki shumë. Është i realiteti që po thëmë. Han kuptove që dhe? Po vallaj, ku do një ndashje në televizion, me krejta politikona, me krejta që balë për balë u kësha dollë. Edhe po të kalzoj ti që ardzu krejtën tu, ka që kalzu që është realiteti. Edhe për çka është shamull e drejt një personat me punu për këtë popull. Nuk e dy pe qilës parti moni, se tu në tas të pavaru dje. Tu në ka shti fitilin dhe në për familjarë shamull, kem për qomje me vlaznije, me gjellare, pse ata kështu e pse ata kështu. Kjo është e keqe me të vërtet për të më kështu, se unë në gjenerat që i kumë kalu jashtu para luftës, këna pas një farë respekt, një farë knaqësie, e tash në kanë shti të edhe në për familjarë fitilet, krejt për shka që të interese për ty, nëse ju për... Shumë vërtet është kjo një realitet po të rejnë. Kemi raste që thajnë edhe me vëllezër, ndoshta për shkak një subjekt politik. Që ta shune, që ta tregu vanë. Ku na qënë kjo rrugë? Ku do të besëm në atë më romen? Hajtë, ti si i reportarësh, ku na jep drejtën në ditë sotit, që në vite pa qeveri pa kurgjisht. Çfarë rregullimi ka këtë? Bangladeshi ka punë ma mirë se na mëre vlazën, hajtë ditën e mirë e Hajde shnet, hajde shumë kalosh mirë.